Në Gjirokastër u çel ekspozita fotografike Arom Hungarie e mjeshtrit të fotografisë Roland Tasho. Rreth 30 fotografi janë pjesë e këtij rrëfimi vizual, i cili dokumenton një lidhje të gjatë e të veçantë mes Shqipërisë dhe Hungarisë. Në objektivin e Tashos janë fiksuar portretet të diplomatëve hungarez që kanë shërbyer në vendin tonë, disa prej të cilëve të veshur me kostume tradicionale shqiptare, duke sjellë një simbolik të fuqishme të bashkëpunimit kulturor. Budapest, një nga kryeqytetet më të bukur me fjalë, vjen edhe hapet në cep të Shqipërisë. Shumë bukur është po të hapim edhe Gjirokastrën, të cilën, siç e shikojmë për ditë me fjalë mbushet me turistë, ta çojmë në Hungari, në Çeki, në kudo. Dhe kjo do të jetë edhe fjala ose ajo oferta që do i bëj bashkisë. Menduam që ta çojmë dhe Gjirokastrën jashtë. Ekspozita sjell edhe pamje të shqiptarëve që jetojnë dhe punojnë në Hungari, si dhe momente të rëndësishme kulturore që lidhin dy kombet. Roland Tasho, që prej vitit 1982 ka çelur mbi 100 ekspozita brenda dhe jashtë vendit, ka botuar 16 libra dhe ka fituar 7 çmime kombëtare e ndërkombëtare.